Zyre e parë që për hapë kemi qenë unë edhe 2 punëtore. Tash jemi 33 punëtorë edhe kemi zyre në Prishtinë, kemi 2 zyre, pra zyre kryesore, zyre shitjes, Mpej, Prizren dhe Gjakov, me tendenca murit, po s'ka nevoj murit tani se veç e kemi avancu sistemin online të rezervimeve, pra gjithmonë përshkon ty u bot direkt pa faktorin njeri edhe rezervimet. Pra punëtorët veçëm i kontrollojnë rezervimet, a janë mirë, a janë kry pagesat, edhe a ka vend hoteli, se ka mundësi ndonjëherë që online duke e bërë rezervimin, mund mos me pas vend në hotel, tani duhet me gjithë zgjidhje për klienta. Unë me turizëm kom fillu faktikisht 91-ën, kom absolvu fakultetin inxhinieri diplomum i energjetikës, po atëherë i patën qitë pe punë prind kredit, kena me të pa punë, qa me qenë diçka një shërbime. S'ka qenë fibulla, ka qenë një film tjetër, edhe aty kom fillu dhe me kapat e parë turizmit. Kemi shit bileta atëherë, se s'ka pas paket aranjmane, s'ka pas biletat autobusit, biletat aeroplanit, deri 99-ën. Pastaj 99-ën, 2000 fillova me e hapa agjencionin e parë ka qenë Kosovë, që ka punu me aranjmane turistike. Se në aranjman turistik nënkuptohet, pra paketa e aranjmanit është bileta aeroplanit, transferi dhe hoteli, pra 3 produkte bëhen një dhe bëhet paketa. Kemi fillu vitin 2000 kemi pas fluturime prej Shkupit, pra si vjet 2026 është sezona e 27 si vjet që operojme. Pra kam gjenerata që kanë shku familje me fëmi, tash ata fëmijë në rrit, shkojnë me fëmijët e vetë, pra 3 gjenerata. Edhe muj me thonë që qatë kohë heqish një 70-80% kosovarëve kanë hypë në aeroplan, herën e parë me mu. Edhe kemi pas aranjmanët e para për Turqi, pra në Antalya. Atëherë kemi pas njerë fluturim një javë. Pra këtë sezonës kemi pas 15, maksimum 15 fluturime. Vit pas viti jemi rrit, pra 2 herë një javë, 3 herë një javë, 7 herë një javë, tash kemi deri në 12 herë një javë fluturime. Jo nga 0, po nga minus se kemi fillu, po. Pa e mbaj men, kër kom shit aranjmanin e parë, për shembull, kom bo dhe gabim, i kom hup në atë kohë, po foli me marka, ka qenë 150 marka për një aranjmanit, po su dëshprova, fillova përsëri, po njeri pe gabive mësot. E pa që kom gabu aty, herën tjetër, kështu e me radhë edhe që jemi ku jemi. Tash përveç Antalise kemi Bodrumin, për Turqi po folim, Stambollin, Kapadokja, këtë mburim Turqin. Kemi aranjmane për Dubai, për Maldive, Katar, pra Zanzibar, to pjesë që janë më egzotike. Kemi në Evropë kemi ekskurzione me gujtë shqiptare, me nisje për Prishtinës, Shkupit, Tiranës shumë, sepse ka dhe fluturime ma shumë. Po çdo ditë jemi duke u rrit edhe duke jep kësi destinacione të reja për udhëtar. Për moment, po më ka qenë, është edhe do t'jetë më mërmendja Turqia, se me ato pagesat që bohen edhe çka ofrojnë ata, shumë ka dallim me vende tjera. Shqipëria normal, Shqipëria është gjithmonë e kërkume, duke fillu me aranjmane prej 1, 2, 3 ditë deri në një javë. Bullgaria, Greqia, pension e vizat, Greqia është destinacion i kërkuar, po me ma pak ditë, për shembull maksimum 5 ditë, ka edhe 7 ditë, po kryesisht vikende me ma shumë rintum. Bullgaria, pra një lehtësim i madh për ne ka qenë kur janë hek vizat, se edhe populli ka lëviz ma shumë, edhe po numri i udhëtarëve nuk është rritë shumë. është shpërnda, pra që ta njerë që në kanë qenë, është shpërnda në destinacione ndryshme. Risi kemi gjithmonë, faktikisht, janë qëto destinacionet e reja që i kemi për Itali edhe për Spanjë, pushime verore.